Le të imagjinojmë një situatë për një moment. Një njeri është i humbur thellë në një pyll të errët. Nuk ka asnjë shenjë orientimi, paniku po fillon të rritet. Po, një situatë vërtet e frikshme. Pikërisht. Dhe papritur, vjen një mesazh i shkurtër në telefon. Është një tekst fare i vogël, domethënë pa hyrje të gjata, pa zbukurime, por që mban saktësisht udhëzimet se si të dilet gjallë nga i pyll. Një lloj mjeti mbjetese emergjent. Eksakt. Dhe burimet që kemi analizuar për këtë eksplorim të thellë sot tregojnë se pikërisht ky është funksioni i një prej teksteve më të shkurtra në të gjithë historinë njerëzore. E ke fjalën për librin e dytë të Gjonit në Bibël apo jo? Po, atë. Një letër prej vetëm disa vargjesh e shkruar rreth 2000 vjet më parë. Dhe në mënyrë të habitshme, ajo shërben fiks si një manual taktik për të mbjetuar në këtë kaosin e epokës moderne të informacionit. Ky është një paradoks i vërtet në fakt, sepse si të thuash, instinkti natyror në një botë kaq komplekse si kjo e sotmja, është të kërkojmë zgjidhje po aq të komplikuara. Ne mendojmë se për të përballur me relativizmin, na duhen vëllime të tëra filozofike. Të mbushura me teori pafund. Po. Por Gjoni, autori i kësaj letre të shkurtër, zgjedh një rrugë tjetër. Ajo që është magjepse se këto është se kjo letër e lashtë i drejtohet, citoj, zonjës së zgjedhur dhe fëmijëve të saj. Që është një detaj mjaft interesant. Studiuesit a nuk debatojnë nëse kjo është një familje reale shekullit të parë apo një metaforë? Sakt. Shumë mendojnë se është një metaforë brillante për një kishë lokale dhe antarët e saj. Por sido që të jetë, mesazhi godet thellë sepse flet për dy gjëra që sot duken sikur janë në luftë me njëra tjetrën. E vërteta dhe dashuria. Wow, po. Kjo është saktësisht pika ku duhet të fokusohemi. Misioni ynë me këto burime është të zbërthejmë pse këto dy koncepte, që shoqëria moderne përpiqet me çdo kusht t'i ndajë, janë absolutisht pandashme. Dhe kjo kërkon pak kontekst. Pikërisht, duhet të kuptojmë kontekstin. Gjoni nuk po shruan nga një zyrë e qetë, apo nga një kull fildishi, të jemi të qartë. Ai po flet nga vija e parë e një fronti luftarak ideologjik. Ashtu është, Gjoni i cili sipas traditës është i njëjti apostull që shkroi Ungjillin sipas Gjoni dhe zbulesën, po shkruan në një moment tejet kritik, po lindnin mësime të rema me një shpejtësi maramendse. Do me thënë një lloj dezinformimi i asaj kohe. Një dezinformim total shpirtëror, që ishte njerëz që po fillonin të mohonin hapur identitetin e vërtetë të Jezusit. Pra, komuniteti është në sulm të mirëfillt. Urgjenca e atij mesazhi të shkurtër në pyll vjen pikërisht nga ky rrezik real dhe i pranishëm. Okej, le ta zbërthejmë këtë. Nëse rreziku është real, atëherë udhëzimi i parë duhet jetë njohja e terrenit të sigurt. Hapi i parë logjik, padyshim, nuk mund të mbrohemi nëse nuk dim ku po shkelim. Dhe sa po hapim burimet, shohim që Gjoni është fjalëkohësisht i fiksuar pas një koncepti të vetëm. Ai e përsërit pa pushim fjalën e vërteta. Në vargun e 4, ai thekson se gëzohet shumë kur sheh njerëz duke ecur, citoj, në të vërtetën. Dhe këtu besoj duhet të ndalemi pak, sepse fjalën e vërtetës sot e përdorim aq lirshëm. Po, i kemi dhënë një kuptim shumë elastik. Eksakt. Ideja moderne është, kjo është e vërteta e dikujt, ajo është e vërteta e një tjetri, dhe hajde biem dakord që të dyja janë në rregull, edhe kur bien ndesh me njëra tjetrën. Që logjikisht nuk ka kuptim, dhe teksti biblik e hedh poshtë komplet këtë lloj relativizmi. Këtu e vërteta është absolute sepse lidhet pasgjithshmërisht me vetë Jezus Krishtin. Pra nuk flitet për një koncept abstrakt. Jo, absolutisht jo. E vërteta në Bibël nuk është si një ide që pluskon në ajër, nuk është si të pranosh një formulë matematike në mendje dhe aq. Është një person, është vetë Krishti. Por shiko, ajo që duhet theksoj këtu është folja që përdor Gjoni. Folja të ecim. Pikërisht. Ai nuk thot gëzohem që ju e dini të vërtetën. Nuk thot bravo që kaluat testin me shkrim mbi të vërtetën. Ai thot duke ecur në të vërtetën. Kjo është gjuhë dinamike, gjuhë veprimi. Po, pse ky tekst e folja e veprimit dhe jo thjesht e njohja? Më lejo ta mendoj kështu, është pak a shumë si të kesh një hartë GPS shumë të saktë në dorë. E përqej këtë analogji. Domethënë, harta të tregon sakt ku është rreziku dhe ku është rruga e daljes. Një njeri mund të studiojë hartën me orë të tëra, mund të di çdo kthes përmendësh, madje mund t'u tregojë të tjerëve ua sa hartë e bukur është kjo, por çfarë vlere ka gjithë kjo nëse nuk ndizet makina? Asnjë vlerë. Dhe kjo shpjegon fiks ndryshimin mes informacionit të thjeshtë dhe atij transformimit të vërtet.
Harta nuk është bërë për t'u admiruar si pikturë në mur. Dobia e saj e vetme shfaqet kur ti i përgjigjesh udhëzimeve në kohë reale. Pra kur thot ktheu djeftas? Timoni duhet të rrotullohet djaftas. Kur Gjoni flet për të ecurit, ai referohet jetës së përditshme, mënyrës se si merren vendimet, si trajtohet familja, si reagohet në punë. Besimi i vërtet kërkon integritet. Domethënë, e vërteta duhet jetë toka e fortë ku shkel këmba, jo një skedar i fshehur diku në tru. Tamam. Të ecësh në të vërtetën do të thotë të mos devijosh nga mësimet në një botë plot me ide të ndryshme, të kthesh atë bindjen e brendshme në një lëvizje fizike dhe të dukshme. Tani, këtu bëhet me të vërtet interesante, sepse nëse dikush po ecën në këtë rrugë, rruga nuk është bosh. Jemi të rrethuar nga njerëz të tjerë, apo jo? Disa ecin shpejt, disa ecin brapsht. Po, patjetër. Mënyra se si sillemi me ta na çon te pjesa që e bën këtë burim thjellësisht provokues sot. Gjoni shton elementin e dytë, dashurinë. Në vargun e 6 ai thot hapur, dhe kjo është dashuria, të ecim sipas urdhrimeve të tij. Kjo sinqerisht krijon një qark të shkurtër në trurin e njeriut modern. Pse thua ashtu? Nga që shoqëria sot e ka ripërkufizuar fjalën dashuri? Po, sakt. Sot dashuria shpesh shihet si tolerancë absolute, pa asnjë lloj kufiri moral. Prano çdo gjë, mos kundërshto asnjëherë. Për shkur që e ka gabim, mos i lëndo emocionet. Dashuria reduktohet në një konfirmim të verbër të tjetrit. Tolerancë pa filtra, thënë ndryshe. Por parimi kryesor nga ky burim është i prerë me thik. Nuk ka të vërtet pa dashuri, as dashuri pa të vërtet. Këto të dyja janë të pandashme. Të pandashme? Dhe ky është paradoksi që duhet prekja. Nëse sot dikush thot një të vërtet objektive, të pa kompromis, akuzohet direkt si intolerant. Ose i pa shpirt madje. Pikërisht. Dhe bota moderne i sheh këto dyja si armi të betuar të njëri tjetrit. Pra pyetja është e fortë. Si ja del Gjoni t'i shkri bashkëpas gjësuar njëra tjetrën? Ai ja del duke mos i parë si dy gjëra që kundërshtojnë njëra tjetrën. Ai bashkon ato. Shiko, dashuria pa të vërtetën është tolerancë e rrezikshme. Supozojmë një situatë. Ti sheh një njeri të afërt duke marrë vendime katastrofike që do e shkatrojnë. Nëse emri dashuri do thot të rishe të buzëqeshësh duke e lënë të bjerë në gremin vetëm për të mos prishur qefin, a është kjo dashuri e vërtet? Teknikisht, jo. Kjo është të lësh dikë të dëmtohet. Është neglizhencë e fshehur pas mirësjelljes. Nga ana tjetër, e vërteta pa dashuri. Kjo është një armë ashpër. Kur ti ja thua dikujt të vërtetën pa asnjë fije empatie, thjesht për t'u ndier moralisht superior, e vërteta humb zemrën e saj. Ua, sa e bukur kjo logjik. Më krijon menjëherë imazhin e atij ekuilibrit mes skeletit dhe trupit. Si thuash, skeleti jep formë trupit, kjo është e vërteta, ajo që na pengon të jemi si një kandildeti që e tërheq rryma. Tamam, pa skelet biesh në tokë. Por nga ana tjetër, dashuria është gjaku. Është ai që e mban atë trup të ngrohtë dhe të gjallë. Përndryshe, mbetet thjesht një skelet i thatë dhe i frikshëm. Dhe me që përmende skeletin që mban trupin në këmbë, kjo na shpjegon organikisht diçka shumë interesante që ndodh te burimet tona. Toni i letrës, siç the edhe ti pak më parë, ndryshon shumë papritur në vargun e 7. Kalon atë paralajmërimin e ashpër. Po, ai paralajmëron se shumë mashtrues kanë dalë në botë. Psi kalon ai menjëherë nga fjala dashuri tek mashtrues? Sepse dashuria e vërtet, nga vetë natyra e saj, kërkon të mbrojë atë që do. Një bari që e do kopeni nuk e fton ujkun në tryezën e emër të tolerancës, apo jo? Sigurisht që jo. Nuk mund t'i ofrosh ujkut karrige, dhe burimi flet qartë. Këta si ishin njerëz me gabime të vogla të pafajshme. Ishin mashtrues me një agjend. Mohonin Jezusin dhe donin të devijonin besimtarët nga rruga e saktë. Kështu që kërkoi mbrojtje reale. Dhe këtu arrin te thelbi se si mbrohet ky komunitet, që është ky discernimi shpirtëror, shquarja. Kjo aftësia e shquarjes për cilën flet Gjoni duket të funksionoj si një spam filter. Ai filtri kundër emaileve të padëshiruara që kemi të gjithë. Filtri i postës elektronike. Po, sepse ka kaq shumë zëra aty jashtë sot. Përballemi çdo ditë me influencera, me folës që bëjnë video super të kuruara dhe ofrojnë rrugë të lehta për një jetë më të mirë. Pra çfarë do të thotë gjithë kjo? Me kaq shumë zëra që na bombardojnë, si funksionon saktësisht ky filtr në praktik? Nëse e lidhim këtë me tablon e gjerë, le të shohim se si funksionon vërtet ai filtri digjital që the ti. Filtri nuk është magjik, ai ka një kod bazë me të dhëna.
Kur vjen një mesazh, nuk mastrohet nga ngjyrat apo shkronjat e bukura. Skanon atë strukturën e brendshme, domethënë. Sakt, e krahason me kodin e pastër burimor. Nëse nuk përputhet, pavarësisht sa miqësor duket teksti, filtri e kalon te koshi i plerave. Shquarja shpirtërore kështu e ka mekanizmin. Mashtrimi s'vlen kurrë si një përbindësh i shëmtuar. Ai vjen me një buzëqeshje. Me muzikë në sfond, me fjalë motivuese. Tingëllon shumë e pafajshme, prandaj besimtarët udhëzohen të mos japen verbërisht si konsumator pasiv. Duhet të provojnë mësimet. Dhe kodi burimor këtu është Bibla, fjala e Perëndis. Domethënë ai kodi kundër të cilit duhet të krahasosh çdo gjë të re që dëgjon. Por që një filtr të mas nëse diçka është e drejtë apo është trembër, ai ka nevojë për atë pikën e referimit që nuk lëviz kurrë, apo jo? Për një pikë referimi absolute. Dhe përse shkojmë drejt fundit të kësaj bisede, arrim pikërisht të zgjidhje që ofron ky libër, si ta mbajmë Jezusin në qendër të besimit, sepse kjo pikë referimi nuk është thjesht një filozofi, por një person. Vargu i 9 thot, kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka Atin dhe Birin. Po, qendra është vetëm Jezusi. Kur hiqet Krishti nga qendra, besimi humbet drejtimin e tij tërësisht. Kjo më sjell në mendje sistemin diellor. Jezusi është si dielli në qendër. Nëse heqim forcën e tij të rëndesës, të gjithë planetët që përfaqësojnë besimet, veprimet, vlerat tona, çfarë do të ndodh? Ose do të përplasen me njëri tjetrin, ose do të humbasin në hapësirë. Është një analogji shumë vizuale dhe sakt. Funksioni vetëm që e mban atë ekuilibër kozmik është graviteti i diellit. Kur doktrina e Krishtit fillon e komprometohet, i gjithë besimi e humbet logjikën e tij. Veprimet morale nuk kanë më një spirancë që t'i mbaj. Po, por le të zbresim pak me këmbë në tokë këtë ide, nga hapësira kozmike në realitet. Ne jemi përditë të stresuar, punojmë, përballemi me bombardim kulturor. Sipas burimeve, cilat janë veprimet praktike për ta mbajtur këtë gravitet aktiv çdo ditë, që Jezusi të mbetet qendra? Praktikisht, ky ekuilibër nuk mbahet asnjëherë në autopilot. Duhet punë. Së pari, thot burimi, kërkohet të njihet Jezusi personalisht. Kjo vjen nga studimi i fjalës së tij. Dhe më pas? Më pas duhet jetuar me bindje dhe besnikëri. Nuk mjafton vetëm teoria, duhet praktik çdo ditë. Dhe hapi i tretë, që është thelbësor, të evitohet totalisht kompromisi me filozofitë e botës. Sa po fillon të komprometosh të vërtetën e ungjillit vetëm e vetëm, për t'u asimiluar nga shoqëria, forca e tij graviteti zbehet. Sepse aty ku përfundon doktrina e Krishtit, aty mbaron baza sigurt, siç e theksuam. Pikërisht, aty fillon kaosi. Wow, është vërtet e mrekullueshme të shohësh si një letër kaq e shkurtër e lashtë, flet me kaq zë të lartë sot. Ne po bëjmë një rishikim të shpejtë asaj që folëm dhe është evidente. Në një epokë konfuzioni, na duhet të ecim në të vërtetën, por duke përdorur dashurinë dhe të mbajmë Jezusin në qendër të çdo gjëje. Të dyja së bashku janë themeli i pakulundur i një besimi që nuk gërrihet. Ndarja e dashurisë nga e vërteta është thjesht një recetë për katastrofë. Dhe meqense u thelluam kaq shumë në këtë dinamik, besoj ja vlen ta mbyllim me një mendim pak provokues për këtë që po na ndjek. Nëse i bëhet një skanim bisedave dhe ndërveprimeve njerëzore të 24 orëve të fundit, çfarë do dilte në pah? A jemi duke ofruar më shumë të vërtet pa zemër, domethënë thjesht kritika të tharta dhe refuzime? Ose, nga ana tjetër, a jemi duke ofruar dashuri pa drejtim, tolerancë e verbër që përfundon duke i bërë dëm tjetrit, vetëm e vetëm nga frika e përplasjes? Kjo është sfida. Çfarë do të ndodhte konkretisht nesër, nëse do të gubzonit? Nëse secili nga ne do të guxonte t'i peshonte të dyja, dashurinë dhe të vërtetën, saktësisht njësoj? Është një pyetje vërtet e thellë për ta lënë ashtu, të hapur për reflektim. Po, le të mbetet pezull. Është një ushqim i mirë për mendjen. Për momentin, kjo është e gjitha. Analiza jonë thellësisht intriguese